Sipas raportit, progres është shënuar dhe në eficiencën e energjisë, me forcimin e kuadrit ligjor dhe përgjithësimin e planit kombëtar për energjinë dhe klimën dhe diversifikimin e furnizimit, të cilat kanë përmirësuar ndjeshëm sigurinë energjetike në vendin tonë. Prioritetet për periudhën në vijim përfshin miratimin dhe zbatimin e planit kombëtar për energjinë dhe klimën, liberalizimin e plotë të tregut, bashkimin e tregut të ditës në advans, me vendet fshinjësi dhe përgatitjen e tranzicionit të gjelbër, gjithëpërfshirës, në përputhje me objektivat e Bashkimit Evropian për dekarbonizimin dhe zhvillim të qëndrueshëm. Ky progres është frut i një pune të përbashkët, është frut i forcimit institucioneve tona, investimeve në infrastrukturë, rritjes së transparencës dhe digitalizimit të shërbimeve. Janë këto veprime që kanë bërë të mundur që energjia shqiptare të renditet me sektorëve me performancën më të mirë në këtë raport të Bashkimit Evropian. Por përveç vlerësimit që na bën krenar, ky është edhe një moment për të bërë një bilanc tjetër të rëndësishëm. Atë të kontributit real të sektorit energjetik në zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe për më saktë, unë do t'i referohesha një raporti të Bankës së Shqipërisë në mesin e vitit 2025 për sa i përket kontributit të energjisë në investimet e huaja. Sot, investimet e huaja në Shqipëri kanë arritur 16 miliard euro, këto të llogaritura sipas metodologjisë tradicionale duke marrë kursin e këmbimit ditor. Por energjia është në vend të parë si kontributor kryesor në investimet e huaja në vendin tonë. Dhe në vend të dytë është sektori i nxjerrjes. Të dy sektor të portofolit të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë. Për të futur më thellë në shifra, sot 16 miliard euro investimet të huaja në vendin tonë janë mbi 250% krahasuar me një dekadë më parë. Ndërsa për sa i përket energjisë, kontributi në valutë i sektorit energjetik si investimi i huaj ka arritur rreth 3,72 miliard euro. Por për të mos lënë asnjë derë të hapur për retorik dhe pretendime, vetëm në 5 vjeçarin e fundit, pra krahasuar me mesvitin me 2020, jemi rritur me 52% në investimet të huaja vetëm në sektorin energjetik. Ndërkohë që për sa i përket sektorit të nxjerrjes, sot në sektorin e nxjerrjes kemi rreth një kontribut i cili shkon rreth 2,60 miliard euro, ose e thënë ndryshe 162% më shumë krahasuar me vitin 2020, pra vetëm 5 vite më parë. Ky është një tregues i qartë i besimit që investitorët ndërkombëtar kanë tek potenciali, serioziteti dhe qëndrueshmëria e këtij sektori. Tashmë kemi hyrë në një fazë të re të zhvillimit ku inovacioni është busulla e mandatit ton qeverisës. Për këtë arsye, OSHE Group, një kompani tashmë e konsoliduar